A din o muslimani nderuar, me çfarë fjalë u dek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Allahu këtë pejgamber nuk e ka dërguar me na kallëzu çish miellet fara, e çish livrohen arat, e çish shartohen pemt, se ka qenë për këtë punë Allahu xhallahu ala. Prandaj një nga dietarët e mëdhaj kishte thonë më herët, këtë rrugët, që kjo fjalë sa e madhe është. Të gjitha rrugët, të gjitha dyert që çojnë tek Allahu xhallahu ala i ka mshël Allahu azza xal. Përveç një derë e kalon qel. Cila është ajo derë? Ajo në cilën ka ecë pejgamberi sasëm dhe e ka qelë këtë derë. Kurse që niset tek Allahu xhallahu ala, jashtë rrugë do ta gjejnë derën e mbyllur. Njëri nga dietarët e hershëm kishte thonë kështu: o musliman, në qoftë se ke mundësi kur të livresh pe vani, edhe kur të livresh shkokën djathtas, edhe në çat moment me e pyet, ja Rasulullah, a bën me sill kryt as bën? Edhe atëherë vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të sunë vetë të vorrit ti me shku sa i flet, por vetë hadithin e tij, vetë sahabët e tij që kanë transmetuar sunetin e tij, se çysh po na thot në këtë situatë ja bojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si hoxhallar, hajde hoq me na pajtu se ishë rrej vllau me vllaun, për një dy gisht ato kaptan. Subhanallah, falja krejt, sprish pun, dunja është kjo, ka përcena pëtan. Po mos të kapën për dunja, mos të kapën për tokë, shkrejt që këna mi në barkun e saj, nga se nuk ja vlen, nuk e dënë Allahu një popull që për tokë vrahen, e për pula vrahen, e për lap vrahen, se dënë Allahu këtë millet pëtan. Nuk mundë me dit asun, as te, as kërkush, në këtë botë, se kur Allah dënë njëri, përveç se kur Allah të na të regon. A mune dikush me dit, pa shikun Kur'an, dhe pa shikun hadithet pejgamberit asam, qka dënë Allah dhe qka nuk dënë, nuk mune me dit. Nga se kur kus flet me Allah në gjellë ala, edhe kur kujtë Allah si flet, ka marë funda e pun. Për me dit, kanë e dënë Allah në gjellë ala, ku duhet me këshyrë, kanë duhet me vetë, duhet në vetë Allahun azza xal. O Zoti jon, kanë dënë ti. Allahu po përgjigjet në surën Ali Imran. Allahu po thot: "Kul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Allahu po përgjigjet në këtë pyetje madhore. Thuaj: në qoftë se e doni Allahun, ndjekni rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukum Allah, ju dënë Allahu azza wa jall. Allahu këtë pejgamber nuk e ka dërguar me na kallëzu çish miellet fara, e çish livrohen arat, e çish shartohen pemt, se ka qenë për këtë punë Allahu xhallahu ala. Por Allah e ka dërguar pejgamberin sa sa më na mësu se cila rrugë na çon tek Allahu xhallahu xhelaluhu. Prandaj sa të muslimanët në adhurimet e tyre, në jetën e tyre, në gëzimet e tyre, në pikëllimet e tyre, e konsultojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e pyesëm na, ja Rasulullah, e kum bën jetë me martu djalin, çysh po thoshti më apo, çysh duhet më apo kësaj darsme? Ja Rasulullah, më ka vdek baba e nona, çysh duhet më amoj se puna? E vesëm na pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pasimi i tij vëllezër nderuar, është rruga që na shpije deri tek dashuria e Allahut azza wa jall. Deri tek ajo që ka thonë vetë Allahu, yuhibbukumullah, ju don Allahu nëse e ndiqni rrugën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njëri nga dietarët e hershëm kishte thonë kështu: o musliman, në qoftë se ke mundësi kur të livresh pe vani, edhe kur të livresh shkokën djathtas, edhe në çat moment me e pyet, ja Rasulullah, a bën me sill kryt as bën? Edhe atëherë vetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Të sunë vetë të vorrit ti me shku sa i flet, por vetë hadithin e tij, vetë sahabët e tij që kanë transmetuar sunetin e tij, se çysh po na thot në këtë situatë ja bojnë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj dashuria e Allahut fitohet përmes rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke njeh rrugën e tij, duke respektuar që ai na ka mësuar me respektu, duke u ndaluar nga ajo që ai na ka thënë me u ndalu. Prandaj çysh ka mundësi me e fitu dashurinë e Allahut azza wa jall, një popull, një ummet i cili ka braktis fatkeqësisht veprën themelore me cilën ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke na porosit. A dinë muslimanin nderuar me çfarë fjalë u dek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? U dek shpirt ka dhënë me këtë fjalë. Duke i dal shpirti, thonte Muhamedi alayhi salatu wassalam, as-salatu was-salat wa ma malakat aymanukum. Namazin mos gaboni me elon.
Andaj rruga e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është më fal, më fal 5 vaktet. Ai që don me dashur Allahu nuk guxon me lë namazin. Wa ma malakat aymanukum, edhe emanetin, tu ka besu një punë, tu ka besu një emanet, që janë vend. Që kjetën Allahu xhallahu ala dhe që të jetën Allahu xhallahu xhelalu, që është të dek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ai që e praktikon namazin, a don pejgamberin alaihi salatu wasalam? Ai që e tradhon emanetin, e keq përdor punën e tij, që ky a don Allahu azza xhel. Po na thot pejgamberi se jo nuk e don. Prandaj rruga me dashur Allahun azza xhel dhe me dashur Allahun neve vëllezër të nderuar, kalon përmes jetës e Muhamedit alaihi salatu wasalam. Prandaj një nga dietarët e mëdhaj kishte thonë më herët, këtë rrugët, që kjo fjalë sa e madhe është. Të gjitha rrugët, të gjitha dyert që çojnë tek Allahu xhallahu ala i ka mshël Allahu azza xhel. Përveç një derë e kalon qel. Cila është ajo derë? Ajo në cilën ka ecë pejgamberi sa dhe e ka qel këtë derë atë. Kurdo që niset tek Allahu xhallahu ala, jashtë rrugë do ta gjejnë derën e mbyllur. Andaj lutim Allahu xhallahu ala që na bën nga pasues të din të fjalëve, që të jemi të moralshëm, të sjellshëm, të kujdesshëm, të mirë, solidar, bujar, krenar, trima, që është nga ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta besojmë Allahun që është nga ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta adhurojmë Allahun që është nga ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ta dojmë njëri tjetrin që është nga ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që kjo rruga që na shpije deri tek ajo që na po e kërkojmë, Allahu më na dasht. Edhe e dyta, cila është shumë e thjeshtë. E dyta që na mundson që Allahu më na dasht, a e din cila është Allahu nderuar? Është me dash njëri tjetrin, me ndihmu njëri tjetrit, me afal njëri tjetrit, me u bashku me njëri tjetrin, me qenë bashk unik, që atëherë Allahu na don. Nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, yedullahi ma'al jamaa, dora e Allahut. Allahu i don ata të cilët janë bashk, janë unik, janë me një fjalë, me një gojë, me dash njëri tjetrin. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an, në qofë se ju e lëshoni, me njerëtet dëmin kumandini. Kush e lëshon të fejnë Allahut azza xhel, a i bën zarar Allahut azza xhel? Jo vallahi. Fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, e sjell Allahu një popull tjetër, i sjell të burra të tjerë. Çfarë cilësi kanë ata burra? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ata i don Allahu i manduar, dhe ata e don Allahun e manduar. Pse o Zot i don këta njerëz? Edhilletin alil mu'minin. Këta janë të përullën, të rahmetgji, të mirë me zvete. Për këtë arsye dënë Allahu xhallahu ala. Që fjale e dytë e Allahut, pse e dënë Allahu dikan. Andaj, të kemi dhimbjet përbashta, po dhe gëzimet përbashta. Të jashtrim dorën e falës në një tjetrit, që të shpesojmë që Allahut na fal neve. Në Medinë një grup njerëz u quë dhe shpifi për gruën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I tha se gruaja e pejgamberit e pamoralshme. A ka shpifje më e madhe se kjo? Ebu Bekri i nimoj kenjonit për atyne që shpifte për qikën e ti Aishën. Dhe tha, ti po shpif, unë po të nimoj mujë, për mu për t'jepet, ti po mu që shtoa, kur s'tjepi mo? Harro për që t'nimojën e ty. Qka tha Allah xhallahu ala? Fafu, wasfahu, falni, te i kalani, ka gabu njeri. Ela tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Askini qef juve Allahu me u fala. Falni, te i kalani, që t'na falë Allahu neve. Dujuni, që t'u dënë Allahu xhallahu ala juve. Ndihmoni, që t'u ndihmon Allahu xhallahu ala juve. Kjo është Islami. Prandaj, nipi Aliut radiallahu anhu, e ka pasur në Husein ibn Ali, ibn Husein ibn Ali. E ka pas emrin ndryshe, e ka njoft njerëzit si Zejnul Abidin. Qa është Zejnul Abidin? Hieshia, stolia e njerëzit devotshëm. Ajo kon zbukurimi i muslimanëve. Kur ka vdek ka njeri, kur e kanë la, kanë pa në shtëpi vet sheja. Çfarë sheja ka pas shtëpi? Duke bart mill natën me uqu fukarave të dera, kush se ka ditë sa e po i niman. Kur u dek Husein ibn Ali, e kanë ditë se piktie pas kanë pas millin atë. Që ky njeri një ditë u hitën një musliman me vizitu, kur u hi e ka pa të kajt, wallahi që kjo është imani, që kjo është dashnia e vërtet, që ta njerëzit dënë Allahu xhallahu ala, që kanë rahmet për njëri tjetrin. U hi Husein ibn Ali të një njeri dhe ka pa të kajt, ka thonë ma ju bëkike ja ekhi, ka thonë o vëlla jam, po pse po kanë, qka është ajo që ti ka nëzirë latë, qka ka thonë kë njeri, ka thonë e mërë vëlla jam,
borxhet e mëdha, po vjen marrë nu dhe medal. Ju mbo mos medal pikë shtëpisë tan pe borxheve, më kanë ngarku borxhet, s'um po I kthej borxhet. Çka I ka Husain ibn Ali? Ky njeri që Allah e ka dashur këtij, çka I ka thonë këtij apo? Ka thonë borxhet harroj vëllem. Jon la ato borxhe. Pse kur u lat kush I la? Unë I kam la. Të mia janë ato borxhe. S'ki di borx mua ato. Kanë vëlla, po shumë janë. Shumë nuk ka e punë 50 euro, shumë kanë borx. Këqyr në njerin që ka kuptu tamam që duhet mu dash, çka ka thonë. Kanë vëlla jam, një lot I joti në faqen tonë për mosh, më I shtrejt, se këtë dynjen që e kam me dhona ato. Krejt I japi veç mos me pa të kajt. Qitajtën Allah azza xal. Qitajtën Allahu te baraka u taala. Qitajtën Allahu xhalla wala, që duhen bashkohen. Aja që në gjepa është e lirë përballë vllaut tonë që kia apo. Fatkeqësisht sot, sa familje po na ndodh me ndi si hoxhallar. Hajde hoq me na pajtu se ish rrej vllau me vllaun po një dy gisht ato kapton. Subhanallah. Falja krejt. Sprish punë. Dunja është kjo, ka përcen kapton. Po mos të kapën për dunja, mos të kapën për tokë, çkret që kena minë në barkun e saj. Nga se nuk ja vlen, nuk e dën Allahu një popull që për tokë vrahen. E për pula vrahen, e për lop vrahen, se dën Allahu këtë millet kapton. Nëse dojmë Allahu më na dasht, duhet më dash me zveti, duhet më ndihmu me zveti, duhet me zgat dorën, edhe me I thonë, o vlla jam, çaj lot në faqen tonë, për mua është më I shtrejt, se keq ka kam, keq I dho, veç mos me të pa të mërzitshëm afton. Wallahi kur çështo njerëz të bëhen, ndryshon gjendja tyne. I dhan Allahu te baraka ve taala. Kjo është shënë themelore që ka thonë pejgamberi sa më çështo I dhan Allahu xhalla xhelaluhu. E shumë tjera që kanë përmendur ulemat. Po shpresoj që këto dyja do të jenë porosia themelore e kësaj hutbe. Ai që ka dert për me dashur Allahu xhallahu ala, ky njeri I përcjell mësimet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe I don muslimanët edhe urrim për krah muslimanëve, u afal muslimanëve dhe është unik, nuk përçat, nuk ndat, I don, I përkrah, I mëshiron muslimanët. Allahu na boft të bashkuar me vetë. Me kaq po do fund se hutbe duke lutur Allahu xhallahu ala që na I fal gjunahet tona. Në lësë Allah në madhë që asë një gjuna që e kemi mos të lënë, po të na falë, hala pa dalë për gjamisa. Në lësë Allah në madhë që çdo urrëti që në zemrën tonë për njëri tjetrin, hala pa dalë për gjamisa, Allah për zemrës me largu, e me dalë, me dash njëri tjetrin. Të bashkum, të falun, sikur se në ka mësu Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam.